Po lakmojnë, tu e pa dikën, tu ndiku, jo po më pëlqen kjo, jo të bëj një qanë të mirë. Me të pagat tona nuk mund është mi realizua tona, është na herën me dalë edhe për naft të kerrit, apo di? Se po lakmojnë me shku me dikën që ka ose diçka, se din që ajo është shumë shkurt është. Kthehesh prapë në realitet, se s'ki ka me shku. Nëse ti ke me kthyer lekun para tjera vsene, atëherë kërkun nuk jetë, se ka me shoh që me kalimin e kohës vijnë tjera probleme. Ata që kanë zakonisht, që kanë shumë parë, pak janë që janë njerëzor. Kënej nuk po na bie shumë na për Libjan. A mos i të qoftë mirë është. Prishtinën se kishë ndru. Urna? Prishtinën se kishë ndru. Për do sa ne kisha ndru, se në atë aspektin, këtu është lugë për shembull. Për me desh me kanë qetë, je në vend tonin, se cila qytet tjetër është më i qetë se Prishtina. Ama këtu normal punët, senet janë pak më ndryshe. Po. Tu punoni, çka punoni? Punoj me një kompani të sigurimeve. Po, që 10 vjetë. Edhe kom studiu këtu, kështu që kënej ma shumë puna vjen. Ashta edhe fati jetës që sa i dedika, po besoj që ka mos ill. Do kemi fati status jetës. Po jo, tash është koha, natyrisht koha, veç kur ti vjen kismeti. Ti lyp kismeti, se kismeti du të me lyp ka herë. Kismetin e lypum, po kanë herë edhe është çështje e fatit. Se ti tash je ma e rritshme, ma do sene janë ndryshe është kur je pak ma adoleshente, ndryshe kur i bën do vjet, është pak ma ndryshe. Po më kupton. Cili është ai mashkulli ideal? Mashkulli ideal veç me kanë njeri. Me kanë njeri me ditë çka i ka hije, çka nuk i ka hije, me ditë çka do të më thon po, çka jo, çto sene janë. Te një mashkull ideal, për mendimin tim. Dukja këto kjerat e këto... Dukja, nashta edhe kur më pas kohën, kur më kanë shumë e re, nuk është që më ka bërë ashtu shumë përshtypje, po më ka pas hije me thon dukja. Tash nëse ka dukjen është plus. Sa në tjera janë primare. Po një femën që punon, që sheh jetën më ndryshe, tash është më kërkesat janë më të ndryshe, domethënë. Nuk e sheh pamjen parë. Ai është normal që ta afron, po pamja shumë shpejt mund të më shoh kur nuk i tjera sene. Dashurinë materialiste që i mbyti shumë. Dashurinë materialiste. Po lakmojnë të rrjetet sociale tash ka dalë, edhe tash tu e pa dikën, tu ndiku, jo po më pëlqen kjo, jo të bëj një qanë të mirë. Tani me të pagat tona nuk mund është mi realizua tona, është na herën me dalë edhe për naft të kerrit, apo di? Kështu që tash tu i pa ato, po tani për shkak janë prish rinia se po lakmojnë me shku me dikën që ka ose diçka, se din që ajo është shumë shkurt është. Ajo është përkohësisht shumë. Nuk është diçka që është afat gjatë edhe ndron komplet. Kthehesh prapë në realitet, se s'ki ka me shku, apo kupton? Nuk ka një gjatësi. Për një gjatësi unë as bëhet fjalë, se nëse ti ke me kthyer lekun para tjera vsene, atëherë kërkun nuk jetë, se ka me shoh që me kalimin e kohës vijnë tjera probleme. Ata që kanë zakonisht, që kanë shumë parë, pak janë që janë njerëzor. Po arrin parja me i prish, sepse t'ja mundësi me hi me shoqëni të ndryshme, me hi gjithkohën me dalë, apo kupton, edhe mundesh mu ndiku. Pak ka njerëz që nuk ndikohen prej aty në sen, edhe parën tamam e udhëheqin qysh duhet. Sa e udhëheq? Urna? Sa e udhëheq kur tem kjo pjesë? Po parët shpejt më shkojnë, apo din. Edhe veç jashtu i prit për murin tjetër, se nuk është që kam ashtu shumë, sa që mos me ditë kam i udhëheq, kam i qu. E di zakonisht çka tek qysh, edhe për këtë murin, po e qetë kryesisht edhe e lumtur. Sinqert. Jam. Ç'ashtu është? Ti je single vendin ton, nuk është që nuk bullizohesh për njerëzve. Jo, kjo nuk e ka gjetë fatin, ka mbet. Pse ka shumë flitet shumë për vajzat që nuk janë akoma Jo, unë nuk e kam atë problem. Unë as nuk e kam probleme të rregu moshën. Jam 32 vjeçare, hala nuk kam vendos. Po do me thonë, po nuk jam tash ashtu që me thonë valla hajde le të lo. Është koha, mirë po nuk është që e kam kompleks. Kur do që të vjen, veç mirë se vjen një i hajrit, apo kupton. Nuk është kur far as nuk e kam problem nëse paragjykojnë, absolutisht nuk merrem me atë pjesë. Kam shoqër jetën tam, e jetoj jetën e lumtur edhe nuk merrem me çdo pjesë. Për ata që paragjykojnë çfarë mendimi? Ata që paragjykojnë, ata le të mbetet në ndërgjegjen e tyre, secili ka karakterin e vet. Nuk më mësu kërkan, motër vëlla me pas, secili kanë bëdin ideja të ndryshme, vizione të ndryshme, nuk mundesh ti me i urdhnu për kurrë tjetër, apo kupton? Secili me mendimet e veta. Pse të paragjykohet një femër nëse nuk është martuar akoma? Po pse të paragjykohet, pyetni ata që i paragjykojnë, unë nuk paragjykoj, as nuk më intereson. Mu çka më intereson veç njerëzillaku të personat. Veç du me kanë dikush njëri, a kupton? As më intereson pozita, secili për veti e ka. Çdo gjë që arrin e ka për veti, po çka mbetet është njerëzillaku. E nëse s'ki njerëzillak, çka do që arrin në jetë, mendoj se është kurrëheq. Kur nuk din një respekt dikujt një apo. Ke pasur një jetë toksik një jetë?
Au, toksik kemi çdo ditë. Po edhe toksikat ka një herë kur kemi kohë, mundohemi me ju dhënë hapësirë edhe me kalu mirë me ta dhe mi bu paktën për momentin mundi mirë. Unë e praktikoj këtë pjesë. Edhe okej, mirë se edhe unë jam në orar të punës, veç që Të qenë rritë single, është ma mirë, apo ma ndryshe? jo, të qenë rritë single është je e lirë, po është edhe ajo e ka një kohë të vetë. Apo kupton? Se vje koha kur ti dosh edhe me kriju familje, edhe me nxiprat me ardha ajo kohë, që ti më merr me fëmijët tu, me burrin tan, e ka secila çdo kohë. Unë i kom kalu secila faza, i kom kalu, domethënë kom dal kur e kom pas kohën, kom dal me shoqe, sot e praktikoj ndryshe veç me kolegë punës ndonjëherë kur kemi nej. Më duket e mjaftueshme, apo kupton secila moshë ka të vetën që të ka hije edhe në veprime që i bën. Hajde urna. Kështu, nëse fatën e jetës, ta kishë gjithë familja, a kishë pranu, pa e njoftë? Po, natyrisht. Natyrisht, nëse ata e dinë çka pëlqej, ata e dinë çka dojna si familje, edhe e dinë që me qatë persona është ta muj më burat, mundet më propozu, muj me u taku, natyrisht që edhe ata nuk vendosim pa e dasht unë. Po nëse atëherë edhe mu më pëlqen, këtë është në rregull. Po, një mesazh gjitha femrave, sidomos ato që janë single. Gjitha femrat dhe ta jetojnë jetën qysh të kanë qef, mirë po jo me lakmi. Lakmia i qënë kanë erë edhe në humner, kështu që mos lakmojnë shumë, letë vazhdojnë shkollimin, që të senet, mandej krejt vinë me kohë. Edhe letë knaqen me që ato që i kanë.